Ky enjte është një ditë e shënuar për të gjithë besimtarët musliman për shkak se përkon me nisjen e muajit të shenjtë të Ramazanit. Qytetarët e Vlorës, pavarësisht besimit fetar që i përkasin, i urojnë të gjithë besimtarëve musliman muaj të Ramazanit të mbar dhe të begat, si dhe agjërim të lehtë dhe të pranueshëm. Pavarësisht nëse agjërojnë ose jo, ata shprehen se muaji i Ramazanit është tepër i rëndësishëm, pasi afron njeriu me Zotin, duke e udhëzuar drejt rrugës së mirë dhe larg veseve. Për qytetarët, Ramazani pastron shpirtin dhe mëkatet, ndërsa agjërimi pastron trupin e njeriut. Mamane ka pas muslimane që argjëroj dhe këte i dhande, mos u mërzis. Nuk ka këto ta zotnit, gjithë jemi një për ditë, një për një perëndi kemi, një Zot, një Allah. Një e domosdoshme për organizmin. Mënyra e të ushqej, në limonit, me metabolizmin të jetë më esoj. Nga shumë, apo të besoj. Ajërim të lehtë. Ramazan të mbarë. Ramazan sa më të lehtë. Ta që e praktikojnë, them se duhet jetë i rëndësishëm për ta, pastrojnë shpirtrat, trupi, shumë gjëra. Po patjetër, ka benefitet e tija dhe jo. Muslimanëve me unë, gjithmonë jam fali që më jetë në xhami. Jo, nuk ka gjëroj se jam i shmuar, jam operona zëmra. Sa më të letë, regisuar. Shumë i rëndësishëm. Për shumë arsye. Në pak shumë lanë më katër. Të ditën e mbanë tropin në rëskit trotë. Jo, po mbanë, për të gjithë o Zotë mbanë. Je mirë është, pasërti është. Mos pimi lagjë të pastrojme naturalisht, alëm vetu që jemi të mëtanë. Shumë, çdo gjë e fesë është e rëndësishme. Normale. Mos vidh, mos vrit. Çdo gjë pozitive, s'ke një fjalë të gjesh te Kurani, kudo që të gjesh një fjalë të gjitha të mira. Të gjitha këshillat të mira për njerëzimin. Duke nisur nga kjo enjte prej orëve të mëngjesit, besimtarët musliman të Vlorës, të cilët janë të shumtë, kanë nisur agjërimin si një pjesë e rëndësishme e muajit të shenjtë të Ramazanit.